Двајцата кандидати во вториот круг за Боговиње се обидуваат во последните денови да ги убедат своите сограѓани дека нивната понуда е најдобра за општината. МШУ, кој бара нов мандат, вели дека реализирал повеќе проекти и најавува завршување на започнатите и почеток на нови. Ne gjatë mandatit 4 vjeçar kemi realizuar shumë projekte. Ndër projektet kryesore që i kemi realizuar është, do thot, rruga e asfaltuar Swiss Center Pirok, rruga e asfaltuar në Bogovinë Selc dhe rruga e asfaltuar Hit Oil Magistral. Përveç këtyre, për momentin në komunën e Bogovinës jemi duke punuar për ujin në vendbanimin Pirok, do thot nga Rakoveci deri në rezervuar. Projekt tjetër i rëndësishëm ka qenë edhe rrjeti i ujit përpije në vendbanimin në Pallçisht, i cili është realizuar. Këto janë projekte, kemi realizuar edhe shumë projekte të tjera, mirë po, projektet të cilët mendohen të realizojnë është salla sportive në Bogovinë. Абазиот Влен вели дека во преостанатите денови од кампањата се обидува да го посети секој жител за да го представи својот план за општината. Në ditët e ngelura që ka ngelur deri në ditën e zgjedhjeve, ne mundohemi maksimalisht ta shfrytëzojmë kohën që të përcjellim mesazhin apo projektet e programës tonë që planifikojmë të realizohen gjatë mandatit 4 vjeçar. Ne gjatë fazës parë, para kampanjës, mendoj në 20 ditëshin e parë, ne jemi munduar maksimum në mënyra të ndryshme, po vazhdimi i asaj është edhe këto ditët e fundit deri te qytetari i fundit. Mundësisht të jemi sa më qartë, sa më konkret dhe të përcjellim mesazhin ashtu siç i ka hyrë. Fokusi maksimal, siç dihet në territorin tonë, është fokusi i ujësjellsave, infrastruktura kryesore me projekte kapitale për rrugë dhe kanalizime. Општина Боговиње има 29.000 гласачи и е една од 7 рурални општини во Полошкиот регион.